Me njoftimin e një lajmi të pabesueshëm por të vërtet, kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale një vlerësim të National Cyber Security Index që rendit Shqipërinë në vendin e parë në botë sa i takon kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike. Rama flet për aleanca të forta dhe një mbrojtje digjitale që përballoi sulmet kibernetike të Iranit fal këtyre kapaciteteve. Por teksa kryeministri liston si arriti investimet në sistemet teknologjike, shteti digital dhe depërtimi i elementeve kriminal në këto sisteme mbetet në qendër të hetimeve të prokurorisë së posaçme. Në fokus janë individët që kanë akses në këto sisteme dhe të dhëna të rëndësishme të qytetarëve dhe bizneseve. Dosja e prokurorisë së posaçme për grupin kriminal të Akshit ka zbuluar se si grupi Ermal Beqirit me kompanitë private kishin punësuar njerëzit e tyre pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për të patur akses në sistemet dhe informacionet konfidenciale dhe i shpërndanin ato te eprorët e tyre de facto, që ishin Ermal Beqiri dhe pronarët e kompanive të lidhura me të. Po ashtu, së fundmi në muajin korrik, u publikua në media ankimimi i bërë më 13 korrik ku kompania në pronësi të Arber Abazit, Alko Impex dhe kompania Ermal Beqirit, që aktualisht administrohet nga një administrator shtetëror, ankimuan në KPP tenderin për mirëmbajtjen e segmentit rrugor me vlerë 12 milion euro. Ankimimi bazohej në një dokument i cili ishte sekret, çka ka shtuar dyshimet për aksesin e këtyre grupimeve në sistemet e të dhënave. Po ashtu, një tjetër rast i këtij viti, ku nga sistemi dalin dokumente sekrete, ishte rasti i tenderit për shërbimin e internetit të Akshit, ku kompania Artan Dulakut, ASC, ankimoi procedurën e tenderit duke patur në thelb një dokument sekret që nuk është i aksesueshëm në sistem nga konkurrentët. Raste të tilla kanë qenë të shpeshta në ambientin shqiptar, por deri më tani, masat për këto raste përveç kur vepron drejtësia, nga ana e ekzekutivit, nuk janë vërejtur.